Të dashurit e mi, edhe në këtë gjuma do të sjellim nga ky nektar i pashtershëm i fjalëve të Zotit, i fjalëve të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam dhe i ulemave të ndritshëm të këtij ummeti, të kësaj tradite, të këtij kombi, gjërat më të bukura, më të mira dhe më me vlerë. Të dashurit e mi, Allahut ati qofsh mi fal, jep disa sinjale, disa shkëndi për jetën tonë dhe për të ardhmën tonë. Shpesh ballafaqohemi me probleme, me pengesa, me hendeke dhe mendojmë se është fundi botës dhe mendojmë për zgjidhjen e kësaj çështje krejt diçka tjetër. E nuk lëvizmi. Zoti jep disa këshilla madhështore që i ka praktikuar me dashurit e tij, me pejgamberët e Zotit xhalla shanuhu ve xhalla xhalalu. Të dashurit e mi, Allahu dhul xhelal nuk e ka hjek, nuk e hoqi detin Musaut alayhis salam, por ja hapi rrugën në mes të detit. Ne shpesh presmi që për një zgjidhje, Zoti me hjek krejt ujin e pastaj na me u bë zgjidhje për ne. Zoti nuk ja ka hjek ujin detin Musaut, mirë po ja ka hap rrugën në përmjet detit, përmes detit ja ka hap rrugën. Për këtë në çdo bllokat që mundesh ta konsiderosh për vetveten tane, mos prit që më u eliminu çdo gjë. Vreja atë rrugën që Zoti dhul xhelal është duke hap për tyje. Kjo e para. E dyta, nuk ja hudhi humnerën në dorë Merjemës, por e frymzoi ta tund, ta shkund palmën. Zoti dhul xhelal, nuk ja ka dhuru Hazreti Merjemës hurmën në dorë. Mirë po trungun e hurmës ka thonë me shkund, me lëkund, që me ra do thot hurma në tokë. Me një fjalë mos prit me dua ty më të zgjidh problemi, po ngritu dhe puna. O Zot jep risk të hajrit, Zoti ta jep riskun kur t'ja bësh hizmetin. Tu nejt kam për mi kam, ka të lutësh. Duhesh me i marrën sebejpët, shkaqet legjitime. E treta, nuk e ndaloj për mbytjen për Nuhun alayhis salam. O Zot mos e ban tufanin, o Zot mos e lësha këtë shi, o Zot mos e ngrit ujërat e gjëra do thot të ngjajshme. Por e udhëzoi me ndërtu anije. Me u përgadit për çdo situatë që të ka plën. Sot bila është duke ra shi. Neve me u ngrit të gjithë në kambo, Zot na le shijon, sepse arën po ma dëmton, sepse punishtën po ma dëmton, sepse punëtorin po ma dëmton. O, jo dashurit e mi, merri shkaqet për mi hap kanalët, vijat, drenazhën, këto gjëra do thot bëni. Ti as njërën pe këtyve nuk e ke ba, a mosat kur e ke pa të rashi, o Zot na le shijon se do më marr punishtën teme, arën teme. U ka ndash do thot mas pari kanalët me i hapën, e gjëra do thot të ngjajshme që obligohemi. Për këtë arsye, Nuh alayhis salam nuk e luti Zotin na le shijon, për mos më përmbys mu. Po Zoti dhul xhelal e urdhnoi për me ndërtu anijen për të hypë në të. Nuk e shuajti zjarrin për Ibrahimin, por e bëri të ftoftë dhe paqësor. Nuk e ka shu, nuk e ka fik zjarrin për Hazret Ibrahimin,
mirë po e ka bërë të ftoftë dhe paqësor. Kjo është shumë e hollë. Kanë thonë ulemaja, po ta bënte Zoti zjarrin për Hazreti Ibrahimin vetëm të ftohtë. Përsëri kishte mendru jetë Hazreti Ibrahimi mbi zjarr. Nga ftofti kishte mendru jetë. Po Zoti e bëri të ftohtë dhe paqësor zjarrin për Hazreti Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Për këtë dashurit e mi, në situata të këtilla, Zoti leton gjërat, je në një smundje shumë të rëndë, je në një problem, në një aksident, në çdo gjë. Mirë po, në atë çështje, Zoti Dhul Xhelal e leton atë, apo me atë çka je sprovuan. E pesta me radhë, nuk janë ndaloj etjen Haxherës, nanës së Ismailit. Ka mundësin Zoti me ja largu etjen, asaj edhe neve çdo kujna, urien apo diçka. Nuk janë ndaloj, ajo kishte etje të madhe për me pi ujë, edhe për veti, mirë po edhe për djalin. Por e nxori ujin Zemzem nën këmbët e foshnjës së saj. Aty e nxori. Me një fjalë, nuk i tha Haxherës, lutë më mua që unë ta hjeki etjen. Jo, unë ta lan etjen, mirë po ta jap edhe zgjidhjen, ama masi ta kërkoshti. O Zot, hiq ma etjen, hiq ma urinën, se s'jam të pas çka me hangër. Jo mëre kërkohë se Zoti ka më ta dhonën edhe ujin, edhe ushqimin, edhe çdo gjë tjetër, do thot i madhi Zot Dhul Xhelal ka më ta dhuruën. E gjashta me radhë, Allahu nuk e pengoi padrejtësinë ndaj Jusufit alayhis salam, por e bëri sundus mbi thesarët e tokës. Ja Allah, a shumë madhështore. Allah nuk ja ka pengu padrejtësinë, se shpesh një masë e ngusht apo e gjërë, shpesh thot, shumë padrejtësi, shumë zullume, ndoshta na u dukën ndonjëherë se janë të këtilla, po mbëhen. Zoti nuk ja ka ndalu, do thot ato. Mirë po, përmes këtyve sprovave, përmes këtyve zullumeve, dije se ti ke me unë ngritë, dhe të njëjtën kohë ki me marë pozitat larta, ki mu bodh heqës, kanë më tapo hajrin të tjerët. Shpesh dikush thot, po mbojnë bezullum vllaznia, po mbojnë bezullum kolegët, po mbojnë bezullum kojshia, po mbojnë bezullum ata, po këta, po ma kanë nati, e kështu me radhë. O, mos u ki dert, bile në një form pat keqe, shqyqyr që janë të ta bon kështu. Pse? Se nga këtu ka më u po suksesi jëtë, ka më u ngjall forca jote, ka më u bo ma publik emni ytë. Nga këtu fillon do të thëtë suksesi. Vllaznia i kanë bo shumë padrejtësi të madhe Hazreti Jusufit. Mirë pa jo është bo i pari i Egjiptit. Mirë pa jo është bo ministër i ekonomisë. Mirë pa jo është bo pikë reference për krejt njerëzine asaj kohë. Kjo është madhështore. Dhe dashurit e mi, provani edhe në lëkurën e juj, nëse ndonjëherë keni marrë kësi mos respekt, e zullom, e padrejtësi, mirë po ke duru edhe nuk je ndalë, je ngritën, ke vazhdu dhe thot punën tane, nuk je marrë me këta njerëz të cekt. Zotit ka ngrit, ka lartësu, të ka forcu emnin tënë, vetëm se qka e ka ngritën edhe i ka dhonë jehun edhe më të madhe. Kjo është matematika e Zotit Dhul Xhelal me krijesat e tij me neve në tokë. E radhës, Allahu nuk na premtoi se rruga do të jetë e lehtë, por na premtoi se ai do të jetë gjithmonë me ne. Shna ka premtu Zoti me thonë, kjo dynja është e lehtë. Vallai, kjo dynja nuk është e lehtë. Ka për plot sprova, për plot gjemba, për plot pengesa, për plot gjëra. Nuk na ka premtu se dynjaja është e lehtë. Bila Hazreti Omeri theke, koma e djathtë më hinë në xhenet, e majta më mejtë në dynja, nuk i besoj kësoj dynjaje. Qatë që është tërheqëse.
Mirë po na ka premtu se unë jam me të drejtit, me të mirët, me punëtorët, me ata që japin kontribut, me dashamirësit, me sinqertit, me besnikët, me fisnikët, me familjarët, me njerëzit që interesohen për atë dhejën, për arsimin, për çdo gjë. Allahu ka premtu, unë jam me juve. Po kjo është e mjaftueshme? Edhe tjetër se nuk dojmë, po s'mu konë Zoti Dhul Xhelal me ne. E radhës, çdo vështërsi, çdo pritje, çdo vonesë në të vërtetën është përgatitje për të mirën. Është rënditje për diçka më të madhe se ajo që dëshirojmë neve. Na dëshirojmë gjëra afat shkurte, të momentit. Ne e shumë i dikan se po busqeshe, pas ka një makinë të mirë, një telefon, një shtëpi, një asi, thojmë, po ky koka tu kënaq, unë nuk i kam këto gjëra. Na i dum çdo të momentit. Zoti përgatit për neve krejt diçka edhe më madhështore, se sa këto gjëra do thot momentit edhe kalimtare. E radhës, kush ja dorëzon çështjen vetëm Zotit, ai jep më shumë se ç'dëshiron ai njeri. Leja gjërat Zotit. Zoti ka më dhonë ma shumë se sa që ti dëshiron. Mos ki frikë të fillosh nga e para, sepse mund të jetë historia jote më e bukur. Allahu nuk të merr diçka, vetëse për të dhënë diçka edhe më të mirë se sa ajo që e ke poseduar. Kush e ka provu këta nga praktika, mundët me ditën. Mirë, po na shpesh edhe harrojmë se pothuajse që të gjithë kemi humbë diçka që fort e kemi dosht. Por Allahu kur nuk ndodh më të marr diçka, përveç se ta kompenzon edhe ta jep edhe më të mirë se sa ata që e ke dosht. Për Zotin e lum, veç mendoni në këtë çështje. Ama mos i llogaritni dhonjen me pare. Kështu, s'kam parë, gjepin thotë e kam. Po e ki marrë një bashkëshortet hajrit. A di për shka janë të hek do me grabe. A di që janë të lutë në atë ditë Zotin m'ja marrë shpirt, ja merë Zotin kur dojnë këta. Ta ka dhonë Zotin një evlat hajrit. Shumë më shka janë të hek disa me evlat. Ta ka dhonë Zotin një prind hajrit, shëmbëltyr, një vlla, një motër. Ta ka dhonë Zotin dashnin, respektin që ka njerëzit për ty. Ta ka dhonë Zoti mundësien që ti mu konë pikë reference për të tjerët. Të ka dhonë Zoti reputacion shoqëri. Më falë, veç këta janë pak për shkak minutazhës po du me zgjatën. Atë pak ta po dukën këta? Po nuk, dikush i ka milionat, po thot krejti shkri, dhe në centin e fundit, veç t'jam se kur ti në familje. Pa nuk është dhe mjaftueshme kja? A nuk është dhe mjaftueshme kja? Vjen ai momenti që e shef që materialia nuk ka gjithë shka që shke mendu deri tash. Familja nuk është diçka, por është gjithë shka. Aja nuk blejet, nuk zavencohet, nuk kompenzohet me asgjë, nuk e gjon në asnjë treg të botës. Kush ai sukses shumë familje, është miliarderi më i madh i këtij rruzulli toksor. A pak po duket kjo? Qetësohu, kënaqu, rehabilitohu. E ki pasuninë më të madhe që je duke e bartën në shpinën tënde. Dhe vërtet Zoti Dhul Xhelal në kaptinën Hud, në ajetin me numër 49, thot, vërtet, përfundimi është për të devotshmit. Për të devotshmit është përfundimi. Kjo dashurit e me kënë disa nga 10 pikat që Zoti Dhul Xhelal ka punu me ma dashurin e vetë në këtë formë. Në këtë formë do thot ka punu me dashurin e vetë. Për të vazhdu në pikën e 2 të radhës, përse nuk than edhe për të parin do t'a furnizoj Zoti? Njërit i vjen një person për t'ja kërku vajzën për martes, mirë po, a ishte i varfër shumë, e refuzun nuk ja dhanë.
Mirë, po ishtë djali i udhëzum, djali me moral, me karakter, me ndërgjegje të pastër. Mirë, po nuk ja dhanë vetëm se ishte i varfër. Dikush e kërkoi dorën e saj, i pasën. Mirë, po nuk ishte karakter, nuk ishte ndërgjegje, nuk ishte moral, nuk ishte udhëzim, nuk ishte vlera. Këti do thot ja dhanë. E kur ja banën për hajër, i thanë, Zoti inshallah edhe e udhëzon. E pse nuk thanë për të parin që i kishte gjitha vlerat njerëzore, morale, fetare, kombëtare, mirë po ishte i varfër. Pse nuk thanë, Zoti e furnizov me furnizim të halalit? Sepse të dashurit e mi e kemi një vlerësim të gabuar sot, dhe për këtë arsye një pjesë e prindërve qajnë për çdo ditë, sepse për djalin apo për vajzën janë duke përzgjedh vetëm djem apo vajza të pasuna, e të pasur. Nuk janë të përzgjedh njerëz kretibel, njerëz me vlera, njerëz familjar, njerëz të dashur, njerëz human, njerëz të mençur, njerëz intelektual, njerëz që turpnohen, që kanë turp, nuk janë të përzgjedh për vajzë. Jo, një atë pasën, një atë pasën. Këta jem të përzgjedh. Për këtë arsye, po është hidhërimi bukur i madh pastaj. Andaj, risk është edhe pasunia, risk është edhe udhëzimi. Për të dyat loto, jo vetëm për njënën, mirë, po për të dyat loto. Dashurit e mi, Imam Ahmedi është pyet njëri për imamëve të mëdhej, a nuk të kanë pengur sprovat prej rrugës? Është një mësim shumë i madh. Edhe sot e kemi këtë problematikë, thot, po filanive ka shumë sprova, bre, shumë halle. Qysh po është motivus, qysh po është punëtor, qysh nuk po ndalët, është shumë kreativ, është i dashur, i ka të gjitha. Pa, çfarë probleme ka, çfarë sprova ka. Kështu i thanë edhe për Imam Ahmedin. Ka thonë, pasha Allahun, si kur mos t'i kisha sprovat, do të kisha dyshuar për rrugën time. Kemi na një kolegë në Tetov. Allah inshallah na fal. Kemi një kolegë në Tetov, krejt hoxhallar të Ballkanit i furnizon me kapuça, me gjybe e me gjëra tjera të ngjajshme, fetare. Ama dy kam t'i ka dëbuta, nuk mundët me shkel në kam. Hafoz Jusufi. Edhe njerë pithojmë na kolegë Hafoz, ka plus një fabrik të këpucave, shumë sene tjera, shumë aktiv është. Hafoz, ti qështo, edhe sa i sukses shumë. Po më pas konë si kur na, që thujmë plesht e tonë, sak salem, më pas konë si kur na, që a ishe bon? A mos u banë marak fidajmë, si kur ju isha bon. Me një fjalë gjithmonë kur ta kish një sprov, një të mejet, ti mundosh me kompenzu dhe mi adhon hakun edhe ma shumë. Ky imami për thotë, për çka jam bone qështu? Unë i kam besu se sprovat mu m'japin suksese. Edhe njerëzit që kanë suksese, pasha Zotin janë të sprovu. Kush janë intelektualet ma të mëdhej? Atyve që ju kanë mungu libra, që ju kanë mungu mbathjet, vesh mbathjet, atyve që ju kanë mungu kulmi mbi kokë, këta janë më intelektualet më të mëdhej. Këtyve pe flodit e në flatë, s'ka sen për këtyve. Qështu jemi të rritë fëmijët e tanë, edhe për këtë arsye nuk kanë cilësi të mësim dhanjes, edhe gjëra do thotë të ngjajshme. Unë nuk po thamë do thotë me i privuën, mirë po du me përafru një fotografi që njerëz të sukses shumë janë ata që kanë edhe sprova. Kanë edhe sprova. Thotë, Allahu nuk të sprovan me diçka, përveç se është mirë për ty, edhe pse me ndonë ti të kondërtën. Shpesh na mendojmë, po qysh bre, na i thojmë, Zoti atë të dosht, ty që të ka sprovu. Dhe pa qysh be hoqë, më dosh muhe, qysh më sprovuan. Se së mujna na e menojmë me matematikën tonë, kur ta duhone, mi adhon një dhorat këtina. O Zoti është duke të përgadit
për dhurata madhore dynjas dhe të ahiretit. Qetësoj zemrën tënde, thot, si kur të mos ishte belaja sprova, Jusufi do të ishte një fëmijë lastrum ka pak. Në prehërin e prindit. Por përmes provës, ajo është bërë fisniku i Egjiptit. Largoje prej vetës ngushtimin e krahërorit, sepse hallët janë kalimtare. Hallët, problemet, smundjet, dhimbjet janë kalimtare. Largoje për vetë vetës, shka më ka ndodhë mu, si ka ndodhë kërkujna. Dalmër me në gjuat sprov pak, dura pak, ngreto, edhe hape diapazonin e mendjes tone, se ti e të panë, vetëm një sprov, mirë po je vërbu në mira, mirësie begati që ti ka dhonë Zoti, Gjellëshanuhu e Gjellëgjelaluhu. E treta e radhës, dashurit e mi, nuk mund të jetë xhamia e Islamit dhe laicizmi të ketë shkollën, universitetin, gjykatën, radion, televizorin e gazetën, teatrin, kineman, tregun e rrugën. Jo besimtarët e keni xhamian. Na anti shka jemi, e kena shkollën, e kena universitetin, e kena qerdhen, e kena rrugën, e kena teatrin, e kena kineman. Këtas janë për juve. Jo e keni xhamin, është e mjaftueshme. Sot, dashurit e mi, luftë bëhet për ta ndërtu një xhami. Luftë bëhet nga besimtar, nga hoxhallar, luftë për ta ndërtu një xhami. Hajde ngrit më të bëjmë luftë për me ndërtu një shkollë. Hajde ngrit më dhe bëni luftë që shkollën, institucionin me e forcuën. Kjo është e jona. Është i bot kuptim i gabushëm, tërësisht mendësia e një pjesës e fetare. Xhamia është e jona. Yrbe xhamia e jona. Krejt institucionet janë tonat. Nëse shkollën e kena të fort, edhe që xhami e kena të fort. Nëse shkollën e kena dopt, edhe që xhami mas pare e kena dopt, dhe krejt institucionet e tjera. Luftë bëhet për me ndërtu një xhami. Goje nuk e qelin për me ndërtu një shkollë, apo pse për në mbyllët me një fshat një shkollë, për shaktim televizjeve të popullatës. Hish nuk e nin, ako kam shirë, po hajbe, inshallah nap. I qojmë fëmijën dikon, sa është problem. Nuk është obligative, së të akrynitetën që aty rrinë, mbyllët që aty në xhamia dhe o krypun. Kja mendësia është e zëm, dashurit e mi. Allah nuk e dënë këtë fetar të këtil. Sot, bëhet luft për me ndërtu. Bile, me gjitha rrugët jo legjitime, për me hyje dhe imam. E pastaj aty me më promovu drejtësi. Luft ban, 100.000 rrugë i ban për me ndërtu. Bile për me imam, tani ma nuk zgjidha, gjyqtara, prokurora, polica, komandanta, këta, ata, vish më mshti imam. Kur t'jena të në xhami, tani full për drejtësi. Eko bese ti si e i drejtësijës. Krejt rruga jote për me ardhe deri qëto ka qenë jo legjitime. Ti për më folë për drejtësia. Se vallahi, billahi, tallahi, nuk i fije sinceriteti, fije nuk i do thët imanit pastërt në Zotin Dhul Xhelal. Xhamia nuk është vend për me marrë një rrugë. Më raba burse, kërëtu. Për këtë dashurit e mi, forcane atë institucion, edhe mos ja vleni bre krejt laika, krejt antifetarve, krejt do të thot atyre që përna sulmojnë të tjerat, e jonave xhamia. Ngrit në nivelin intelektual dhe imanor karshi këtyve gjërave. E treta, sa morali i lartë është këtë që do të potencojmë. Njëri nga shokët e ulemave të mëdhej të islamit njëherë debatoj me Imam Shafiun për një mesele në të cilën kundërshtonte. Yunusi u zemru shumë. U ngrit nga mezhlisi dhe e la Imam
Shafijun dhe shkoj në shtëpi. Ja ngriti zonin mësuesit, Imam Shafiut ja ngriti zonin. Në zonësi. Edhe tha, unë nuk pajtona, edhe iku, shkoj në shtëpi. Sa po ra nata te re, kë Jonuzin dëgjoj një trokitje derës, kush ka marrë? Dol, po nuk e hapi derën, dhe i tha, kush jeni? Tha, jam Muhammed ibn Idris. Junusi tha, mendova për çdo njeri që e kishte emrin Muhammed ibn Idris, përveç Shafijut. Ai mësuesit vetë ja ka ditë emrin. Ai Shafi që është ka thonë. Se ka ditë plot. Thot krejt shoqëninë e mendova, nuk kum dol. Kurse kum ditë thot që Shafiu e ka emrin Muhammed ibn Idris. E hapa derën dhe u befasova e imami më tha. Kam dash mi përzgjedh këto mesazhe kaq të ndritura dhe madhështore për vete mas pari, mirë po edhe për çdo kënd që e gjon veten e ta. O Yunus, jemi bashku në qindra mesele dhe unë dom për një mesele të vetme. O Yunus, mos u përpjek të fitosh e të triumfosh në çdo debat, sepse ngrindjet, sepse nga njëherë fitimi i zemrave është ma parsur se sa fitimi i qëndrimeve. O burra, ma shumë bëni përpjekje mi përfitu zemrat e njerëzve, se sa me fitu mendimi jam, qëndrimi jam. E vërteta le del në sken, a del pe atia, po pikti, dalte dhe pi kundërshtarit tim. Kryesorja e vërteta le del në sken. Për këtë arsye, në këtë pik, shumë forcohuni të dashurit e me. O Yunus, mos i shemb urat, të cilat i ke ndërtu dhe i ke kaluar, sepse ndoshta një ditë do t'jesh i nevojshëm për ato ura. Urreje gjithmonë gabimin, por mos e urrej gabimtarin. Dhe urreje me gjithë zemrën tënde gjunahun, por tolero dhe mëshiro gjunaçarin. Ha? Kjo i bjen sikur me shku te mjeku. A i vend më të shëru, a i të mytë. Thot, masi s'po muj me shëru për le ta mës. O Yunus, kritikoj thënjet, por respekto thënësin, kush do që tjetoj. Kritikoj thënjen, po jo thënësin, sepse puna jonë është të zhdukim smundjen, e jo të sëmuarin. Të zhdukim, të eliminojmë smundjen, jo të smutit. Allahu qof falenderus, dashurit e mi, çfarë morali i lartë është kë. Na jemi të vujt nga njerëz të ditur, po jo me këtë moral, me këtë integritet të lartë. Na jemi të vujt nga njerëz që këtë mahallën e epërme e kanë full. Mirë po për të qenë tolerant, konstruktiv, dashamirës, falës, tolerant, për të alon edhe mendimin e tjetrit, për të pas vend, për t'i dhonë hapësirë edhe tjetrit. Ja, dhe që me bo mi dhonë hapësirë këtina, këm... O, burra, kërkush nuk t'a zën venin tanë, pas shatë madhe në zëtë. Ha, që ishin pason ati, ku është kryet e venit? Dhe të kryet e venit është që aty ku jam une. Ku ta është i meqmi, që aty është kryet e venit? Mun është me qitë dikan të o gjoki, dy lidhje nuk i ka. Kryet e venit është që aty ku është i meqmi, që aty ku është familjari, që aty ku është kredibili, që aty ku është njeriu i formuar dhe familjar. Dhe krejt në fond, dashurit e mi, sot laikët, në fakt edhe në vendet tona, nuk interesohen për shëndetin e të smuarit, vetëm se për gjatë Ramazanit. E keni po dhe laika, në Ramazan, mas një nani brase smundje, kështu. Po pse nuk ju ngojme edhe 11 muaj tjerë më na fol ju për smundje? A veç në Ramazan e keni gjitha?
Dytët, nuk interesohen për të drejtat e kafshëve 11 muaj. Veç kur të vjen Kurban Bajrami, thot, po bojnë bre kreme, po presin e, po bojnë këta, po ata. O ju 11 muaj tjerë interesoni. Për më na vetëdisuan, kur të vjen edhe Kurbani, që me i pasën krejt rregullat, do thot na kur ta thërmi Kurbanin. E treta thojnë, nuk interesohen për të drejtat e gruas. Vetëm kur ta vendos shaminjen, atëherë flasin për të drejtat e gruas. Sa është e drejta e gjëna, do thot ngjajshme. Nuk interesohen për spitale. Vetëm se kur të ndërtohet në i xhami, thojmë s'kena nevojë për xhami, kena nevojë për spital. Bile edhe na kur e kena pas marru xhamin, thoshin nuk kena nevojë për xhami, kena nevojë për shtëpi kulturës. E unë haloj bona 22 vjetë të ju thonë, na xhamin e banëm, ku a shtëpia kulturës. Hajde fillani, hoxha me xhamov 10.000 euro kam javdhonën. Ja, ma, ata janë si kur Nasradin Hoxha, që e kanë shti gypin, pe lumit e në lumë. O, Nasradin drejtu e u shqej, e u jeti këtë tuka. Theke, nuk jam interesun për mi u jitë, vesh për mi ani zhurmën, këll. Këta janë 33 burë, mësë mirëni me ta. Dhe e fundit, nuk interesohen për shpërdorimin e pasurisë. Vetëm se gjatë haxhit, pjafqojnë arabëve. E kanë shtrejtu shumë, e kanë shtrejtu në haxhin. Në vend mja lanë një cmutit, një fukaras, mja maru një shpi. Pse kush aty maru shpi fukaras? Ti e ty marua? Po qëta që i kanë pare, qëta që e krynë obligimin e Zotit. Kush aty kujdes për shkolla? Qëta? Kush aty kujdes për xhamia? Këta? Kush aty ta rregullu infrastrukturën? Po këta janë të rregullu. Kush aty ndihmoni studentët? Po këta janë të... Teja? Ja, më borë ti i aty e makiatove 50 cent. Edhe ata një sahat të prit kush po hen, më ta paguën, se ti s'ki paras me paguën që të makiato. Po ju mos i kallzoni kujt. Allahu na falë dhe na udhëzoft. Walhamdulillahi rabbil alamin.